Komiteti Musliman i Shqipërisë reagoi zyrtarisht pas incidenteve të ndodhura gjatë protestës së opozitës në afërsitë të xhamisë Namazgjas, ku besimtarët musliman po kryenin faljen e namazit të teraviveve. Në deklaratën e saj, KMSH-ja shpreh indignacion e thellë për dënimin e besimtarëve dhe dënoi përdorimin e dhunës gjatë përplasjeve, duke bërë thirrje për maturi dhe vetëpërmbajtje nga të gjithë aktorët e përfshirë. Komuniteti Musliman i Shqipërisë ka qenë gjithmonë një faktor i matur dhe i përmbajtur në qëndrimet dhe reagimet e tij publike. Megjithatë, kjo maturi nuk duhet të keq interpretohet si tolerimi i shkeljes së të drejtave dhe lirive kushtetuese të besimtarëve tanë. Në këtë kuptim, dënojmë me vendosmëri incidentin e ndodhur në 20 shkurt 2026 pranë xhamisë Namazgjas, ku besimtarë të pafajshëm u lënduan pas një shkak. U bëjmë thirrje të gjithë aktorëve të përfshirë që të tregojnë maturi, përgjegjësi dhe vetëpërmbajtje, në mënyrë që veprimet e tyre të mos cënojnë të drejtat dhe liritë e besimtarëve tanë apo të çdo qytetari tjetër. Përplasjet nuk ursyen as xhamin ku fishek zjarre nga protestuesit dhe gaz lotësiellës nga policia prekën edhe ambientet e brendshme të saj, duke shkaktuar shqetësim të madh tek besimtarët. Policia arrestoi 18 persona gjatë protestës së të premtes, ndërsa situata ngjalli kritika për mungesë të vetëpërmbajtjes nga të gjitha palët. Komuniteti musliman u bëri thirrje të gjithë aktorëve të përfshirë të tregojnë përgjegjësi në mënyrë që veprimet e tyre të mos cënojnë të drejtat dhe liritë e besimtarëve musliman apo të qytetarëve të tjerë. Reagimi i KMSH-s thekson rëndësinë e respektimit të lirive fetare dhe ruajtjes së qetësisë gjatë ngjarjeve publike.